Rënja e euros ka dëmtuar xhepin e shqiptarëve dhe këtë e thon ata në komentet e tyre. Fatos Hoxha thot, euro pa vlerë ka shtrëntuar dyfish çmimet e apartamentit. Dhe në fakt, rënja e euros ka detyruar ndërtuesit të rrisin çmimin e apartamenteve kudo në Shqipëri, duke vështirësuar jetën e çdo shqiptari që kërkon të blejë një shtëpi të re. Dani Ylli thotë që unë dua të vi në Shqipëri dhe të bëj punime në shtëpinë time, që ka më shumë të konsiderueshme, por për arsye se euro ka rënë aq shumë, nuk mund ta bëj. Pra, të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë dhe çojnë euron në Shqipëri, shikojnë që ajo është zhvlerësuar, ndaj dhe shumë prej tyre po e mendojnë nëse duhet ta bëjnë këtë gjë apo jo. Kujtim Bushati thotë, pse nuk bien çmimet kur ne importojmë mallra të blerë në euro? Dhe ka shumë të drejtë. Një nga përfitimet duhet të ishte që të gjitha mallrat që ne importojmë nga vendet e BE-s duhet të ishin më lirë këtu, duke filluar nga nafta e gjithçka tjetër, por nuk po ndodh kjo. Për arsyeën e thjeshtë